Përgjigja ime në fakt tregohet me gjithë numrin e akteve që unë prezantova që kemi miratuar sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave. Ne jemi në një proces i cili kërkon diligjencë maksimale, kërkon vëmendje maksimale. Jemi në një garë me veten për Shqipërinë, për ta integruar atë në Bashkimin Evropian. Është një kalendar aktesh me një numër shumë të madh akte që neve do duhet që të miratojmë brenda muajit qershor, brenda muajit dhjetor, brenda 2027-s, të cilat do të na garantojnë që ne do të përmbushim të gjitha kushtet për antarësimin në Bashkimin Evropian. Është një punë e jashtëzakonshme që qeveria dhe gjithë administrata publike është duke bërë çdo ditë dhe çdo natë deri natën vonë me qëllim që ne të përmbushim gjitha kushtet dhe ky do të jetë prioriteti maksimal i një force qeverisje edhe një qeverie. Dhe komenti tjetër që kam për të bërë është që pa diskutim unë shoh që janë një numër qytetarësh që janë duke thirrur me zë të lartë, ndërkohë që unë jam duke folur, por që është një numër shumë i lartë qytetarësh, janë mbi 800.000 qytetarë, të cilët kanë zgjedhur Partinë Socialiste, kanë votuar për Partinë Socialiste dhe për Edi Ramën për drejtimin e vendit dhe ne i detyrohemi të gjithë atyre qytetarëve që të përmbushim gjithë detyrat që ne kemi në drejtim të procesit të integrimit evropian, që është një proces historik për të ardhmen e Shqipërisë dhe të shqiptarëve.